Të nderuar të pranishëm, ju falenderoj që keni gjetur kohë dhe marrë pjesë në takimin e parë publik të organizuar me qytetarë, siç e dini ne si komunë jemi të obliguar ligjërisht që brenda vitit të mbajmë së paku 2 takime publike me qytetarë, ku në pikat e përgjithshme mund të raportojmë përveçori e punës së organeve të ekzekutivit lokal dhe kryetarit të komunës. Andaj kam nderin dhe kënaqësi që para jush të paraqes një pasqyrë të shkurtër për përveçorinë e punëve dhe angazhimet që kanë pasur komuna Dragashi gjatë këtij 6 muajit të parë të vitit 2026. Si rezultat i punës së përbashkët dhe bashkëpunimit të mirë brenda dhe jashtë institucionit, kemi arritur që shumicën e punëve dhe projekteve të realizojmë në bazë të planit paraparë të komunës. Puna e kryetarit përkatësisë ekzekutivit të komunës së Dragashit është zhvilluar përmes 8 drejtorive dhe shërbimeve përgjithshme të komunës në harmoni me legjislacionin, udhëzimet dhe statutin e komunës. Synimet politike në qeverisje e mirë, të përgjithshme, të qëndrueshme, e hapur për qytetarë, demokratike dhe të suksesshme. Qeverisje me plane dhe shikim ka ardhmja, qeverisje me plane të qarta dhe ambicioze, qeverisje që person motivon dhe mbështet talentin dhe të arritur e qytetarëve tonë dhe të gjitha shpresave dhe qeverisje për të gjithë pa dallim. Aktivitetet më të rastishme, qysh në fillim të këtij viti, ashtu siç e dini, jemi ballafaquar edhe një herë me një situatë të vëshimeve nga rreshtet e shumta të cilët kanë prekur disa banime të komunës sonë dhe ku kemi patur edhe domët e konsiderueshme. Andaj si komunë një kemi filluar angazhimin tonë në shërbim të qytetarëve ku përveç sanimit të dëmëve në zonat e prekura, Komisioni Komunal me një ka ndërmarrë hapat nevojshëm për vlerësimin e dëmëve në infrastrukturë publike, ekonomi familjare, biznes dhe bujqësi. Raporti i Komisionit Komunal është miratuar nga ana e Asamblesë Komunale dhe i njëjti është përgatitur në qeverinë e Kosovës, për fat keq sigurisht edhe raporti i vërshimeve të para 2 viteve dhe ky raport ende nga qeveria nuk kemi as përgjigje edhe nuk kemi edhe as sinjale për pagesën e domave që do të bëhen. Në fillim të këtij muaji kemi pritur në takim drejtorin e zyrës rajonale të AKP-s në Prizren, në cilin kemi diskutuar për forcimin e bashkëpunimit dhe institucional. Nga Kfori Tug dhe Cimiku kemi pranuar një donacion të rëndësishëm në pajisje teknike për shkollën fillore në listerisi, televizor, kompjuter, printer e tjerë të cilët do të kontribuojnë drejt për drejt në modernizimin e procesit mësimor dhe në krijimin e një ambienti më funksional për nxënësit dhe stafin arsimor. Në bashkëpunim me përfaqësues të programit Horizont Europe, në zyrtar komunal nga Komuna e Vrapshishtit, Republika e Maqedonisë, Severit kemi nënshkruar një memorandum të bashkëpunimit. Por ashtu kemi zhvilluar takim me përfaqësuesit e organizatës GIS në kuadër të projektit aftësim për punësim dhe projektit për zhvillim ekonomik të grave, ku kemi diskutuar për themelimin e bashkëpunimit në kuadër të këtyre projekteve në tekst të veçantë organizimin e trajnimeve për punësim të grave. Gjithashtu kemi shprehur interesimin tonë për mbështetje nga GIZ dhe për projektet që lidhen me mbrojtjen e ambientit dhe menaxhimin e mbeturinave, hartimin e planit zhvillimor komunal, hapa zonale, si dhe mbështetjen për zhvillimin e arsimit dhe pajisjen e shkollave me kabinete të IT-s. Kemi pritur në një vizitë zyrtare koordinatorin e ri të zhvillimit të OKB-s në Kosovë, zoti Shtefen, në të cilin kemi zhvilluar diskutime lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm lokal, fuqizimin e komuniteteve, mbështetjen për të rinjtë dhe projektet që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve tonë. Në kuadër të angazhimit tonë dhe gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për qendrën Ndacak, kemi formuar Komisionin Komunal, i cili në bashkëpunim me një organizatë turke po shqyrton të gjitha hapat dhe procedurat për realizimin e projektit për ndërtimin e një strehimore për qendrën Ndacak në territorin e komunës së Dragashit. Në fillim të këtij muaji
Në fillim të muajit mars kemi pritur për vizitë zyrtare një delegacion nga komuna e Kocajerit të Republika e Turqisë, një ndër komunat më të zhvilluara industriale në Turqi. Kemi nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit për projektin e ardhmja e saj, fuqizimi i grave sipërmarrëse në Kosovë. Projekti i cili financohet nga Ministria Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim dhe zbatohet nga OJC Preda Plus dhe partnerët tjerë dhe me mbështetjen e ASP-s. Ky bashkëpunim synon të mbështesë dhe fuqizon gratë sipërmarrëse në komunën tonë përmes zhvillimit të aftësive të tyre në biznes, krijimit të rrjeteve profesionale dhe rritjes së mundësisë për pjesëmarrje aktive në ekonominë lokale. Ashtu në muajin mars kemi pritur në takim përfaqësues dhe drejtor komunal nga komuna e Kaçanikut, të cilët kanë shprehur interesim për të njohur nga më së afër për projektin tonë madhor, ku sjasin për 5 starta dhe fabrikën e përpunimit të rrugë. Kemi pritur për vizitë dhe komandantin e ri të komandos rajonale Perëndim të kolonelit Francesco Moro, të cilin e kemi njoftuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe kemi shprehur minjojën tonë për angazhimin dhe kontributin e vazhdueshëm të korit në Kosovë, duke theksuar në veçanti mbështetjen e papërsyeve të CIMIK-ut dhe LMT-s për institucionet lokale të komunës sonë. Në kuadër të angazhimit tonë për rritjen e transparencës komunale dhe përmbushjes së obligimeve që dalin nga agenda europiane, kemi hartuar dhe miratuar në kuvendin e komunës strategji për komunikim në marrëdhënie me publikun 2026-2030. Në fillim të muajit prill, komunën tonë e ka vizituar edhe ambasadori i Gjermanisë, shoqërinë e tij, zoti Rainer Rudolf, se bashkë me përfaqësues nga menaxhmenti i lartë të vizit për vitet të vijim. Në kuadër të organizimit tonë në fushën e shëndetësisë, përmes stafit profesioniste që kemi fesë, kemi filluar edhe këtë vit 3 vite radhëse me programin e vizitave sistematike shëndetësore për nxënësit e shkollave të komunës së Bërgashit. Siç e dini, komuna jonë dhe këtë vit ka fituar gradin e performancës komunale prilja dhe cili është 883.837 euro dhe pas njoftimit nga Ministria me bordën e drejtorëve dhe inxhinierët komunal, me njëherë kemi filluar planifikimin e shpenzimeve dhe këtyre mjeteve dhe procedurat e përgatitjes dhe dorëzimit e projekteve në APL. Projektin e kemi dorëzuar dhe presim që të marrim dritën në shine nga mëra që shkallin të mbire për realizimin e këtyre projekteve. Projekti që dhe financohet nga ky grant përfshin investimin e infrastrukturë rrugore, ndërçim publik, mure mbrojtëse, deponi, objekte sportive dhe infrastrukturë shkollore. Në kuadër të planifikimeve buxhetore për vitin 2027-2029, kemi organizuar 2 dëgjime buxhetore në qytetarë dhe grupet e interesit për draftin e kornizën të alfabetëve buxhetore, ku kemi marrë kërkesa dhe propozimet e tyre. Pas këtij procesit të konsultimit me publikun, kabi është miratuar nga kuvendi i komunës në mbledhjen e 5 të rregull të mbatën në 25/6/2026, sipas afateve të përcaktuara ligjore. Në fillim të muajit qershor kemi filluar testimin e mbillatit për proponimin e ujëve të zeza në fshatin Prezde, një projekt i rëndësishëm i cili do të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e burimeve ujore dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës qytetarëve, duke siguruar një ambient më të pastër dhe më të shëndetshëm në zonën turistike në liçenin e Prezdës. Po këtë muaj komunën tonë e ka vizituar edhe ambasadori i Republikës së Slovenisë në Kosovë, zoti Borut Blaj, i shoqëruar nga përfaqësues të projektit të drejta tona nga Instituti për Promovimin e Edukimit, IPDU. Në këtë rast është mbajtur edhe ceremonia solene ndarëse certifikatave për insidencit e trajnuar. Për ndërtesë ditën e shqirimit të komunës së Dragashit dhe këtë vit ashtu edhe siç e kemi bërë tashmë tradit, kemi nderuar dhe mirënjohje edhe dhurata simbolike pensionistët e arsimit shëndetësisë dhe administratës komunale, si shprehje e respektit dhe falënderimit për gratë dhe burrat që për dekada të tëra i ka shërbyer për përkushtim komunitetit tonë. Së bashku me organizatën ESA ndryshe, kemi filluar zbatimin e projektit inventarizimi i shërbimeve administrative komunale. Në kuadër të angazhimit dhe përkushtimit tonë për të drejtat e grave dhe fëmijëve, kemi nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit
me qendrën për starimin e grave dhe fëmijëve në rajonin e Prizrenit. Ky memorandum synon sigurimin e mbështetjes së qëndrueshme financiare për profesionalizimin e rregullt të qendrës për me qëllim ofrimin e vazhdueshëm të shërbimeve strehimit dhe mbrojtjes për viktimat e dhunës në familjet dhe fëmijët e tyre. Sa i përket organizimit të ceremonimeve zyrtare për festa shtetërore dhe kombëtare, kemi thirrur seanca dhe akademi solene për mbledhjet e 17 shkurtit, ditës së pavarësisë, për mbledhjet e UPP-s së UÇK-s 5, 6 dhe 7 mars, për mbledhjet e 5 maj, ditës së dëshmorëve, për mbledhjet e 12 qershorit, ditës së çlirimit të komunës së Dragash. Gjithashtu, në kuadër të agjendës së aktiviteteve kulturore, linore dhe sportive, se bashku me OJC partnerë kemi organizuar aktivitetet të ndryshme si koncerte dhe programe festive, turnet për futboll, volejboll, manifestime kulturore dhe letrare, sofra e Prizrenit, zgatar, garat e vrapimit të kuajve, garat e pelifonave, mitingun e fotokrosit, garat e qikizmit edhe festën e Mishkës. Në 6 muajin e parë 2026, nga subvencionet në fushën e kulturës, rinjit dhe sportit kanë përfituar 12 OJC me një shkrim totale prej 91.500 euro. Aktualisht është në proces të vlerësimit të tilla publike për financimin e OJC-ve të cilat do të merren në organizimin e festivalit Ballkanik Opoj Vazon, i cili do të organizohet në fund të muajit tarshëm, dhe manifestimet kulturore për ditët e ditës në Mergata që do të organizohet si në pjesën e Gorës ashtu edhe të Opojës. Sa i përket investimeve kapitale gjatë kësaj periudhe, raportuese kemi nënshtruar 18 kontrata për projekte të ndryshme në nivel prej 1.060.000 euro. Investimet kapitale. Komuna Dragashi për gjatë gjysmës së parë të vitit 2026 e ka realizuar në masë të konsiderueshme planin e propunimit. Kemi nënshtruar gjithsesi 18 kontrata për realizimin e projekte të ndryshme për të gjithë territorin e komunës sonë, të cilët lidhen kryesisht me modernizimin infrastrukturës publike, dhe për institucione shëndetësore dhe arsimore, kupëzime, asfaltime, ndërtimin e infrastrukturës sportive, furnizim me shërbime e tjera. Vjen të përmendet se jemi në projekte më të kushtueshme me më të rëndësishme kapitale, si është realizuar gjatë kësaj periudhe, raportuesa është invijati për përpunimin e ujëve të zezave që këto ditë të bëhet pranimi i punimeve. Sa përket planet të proponimit për vitin 2026 nuk do t'ju lodhi, por do të kalojmë në lidhje me projektet për realizimin që janë në realizim sipër për vitin 2026. Pra, është projekti hartimi i planit zhvillimor komunal 2025-2035, vlera e cilit është 150.000 euro, ndërtimi i kanalizimit dhe kupëzimi i rrugëve lokale në fshatin Brezne, projekt 2 vjeçar, i cili përfundon këtë vit, dhe është në proces të përfundim e sipër, dhe vlera të cilit është diku afër 2 milion euro. Pastaj është kupëzimi në rrugën qendra në fshatin Buzes, 110.000 euro, ndërtimi i infrastrukturës rrugore në vendin Studenec dhe Ritec në fshatin Kërstec 40.000 euro, ndërtimi i murit mbrojtjes Petece, kupëzimi i qendrës së fshatit Radeshe e epër në vendosja e mbrojtëseve elastik në rrugën për në Radesh, vlera të cilit është 140.000 euro, ndërtimi i shtëpisë malore turistike në fshatin Krushev, projekt 2 vjeçar 55.000 euro, kupëzimi i rrugës në rrugën Adem Berisha, Beteja e Buçës dhe Qerza në fshatin Buçe, projekt 2 vjeçar 160.000 euro, ndërtimi i rrjetit të ujësjasën e qendrës dhe fshatit Prot, projekt 2 vjeçar 33.000 euro, ndërtimi i murit mbrojtjes dhe kupëzimi në fshatin Globoçis 70.000 euro, kupëzimi në rrugë dhe ndërtimi i murit mbrojtjes në fshatin Nik 25.000 euro, kupëzimi i rrugëve në fshatin Bresar, projekt 2 vjeçar 150.000 euro, kupëzimi i rrugëve dhe ndërtimi i ujësjasit në rrugën Kojqevce në fshatin Libevish 18.000 euro. Projektet në realizim e sipër. Shajnë e kupëzimi, kupë ndërtimi i urave dhe mureve mbrojtëse, në Brezë dhe ndërtimi i impjantit, Belobrat ndërtimi i rezervore, Mizapyt dhe kupëzimi i disa rrugëve në fshat,
në plas ndërtimi i stadionit, pastaj mirëmbajtja e ndriçimit në territorin e komunës së Dragashit, kuptimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve mbrojtëse në Zymë, Çollopik, projekt i cili përfundon këtë vit, instalimi i rrymës në impiantin Radesh, është i projekt që përfundon këtë vit, ndërtimi i shtëpisë valore në Prut është në përfundim e sipër, ndërtimi i nyjeve sanitare në gjimnazin Dragash, aneksi është ka përfunduar, ndërtimi i stadionit në fshatin Pllav në përfundim e sipër, ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Plajnik është duke u punuar, ndërtimi i stadionit në Restelist është duke u punuar, rregullimi i projekt me Tursheh është duke u punuar, ndërtimi i stadionit në Lëbevish është në punim e sipër, rregullimi i infrastrukturës në rrugën Çupina në Plot, po ashtu në përfundim e sipër. Projektet e përfunduara gjatë këtij viti. Kuk kanë përfunduar kupëzimi i rrugëve në projekti i kupëzimit, kupëzimi dhe rregullimi i mureve mbrojtëse në fshatin Zaptur që ka përfunduar, po ashtu ndërtimi i umbleca në fshatin Kuk ka përfunduar, ndriçimi i publik në fshatin Kukullivek dhe Pllav që ka qenë projekt liçar ka përfunduar, riparimi i rrugës së Bjeshkët dhe pjesën e dëmtuar në fshatin Besan ka përfunduar, riparimi i rrugës së Bjeshkët dhe pjesën e dëmtuar në fshatin Plajnik ka përfunduar, renovimi i QMFS dhe MFS në Pegorës kanë përfunduar, ndërtimi i trotuarëve në pjesën e opojës Bellobrat Brut, Bresan Zapluçi ka përfunduar, kupëzimi i rrugës në fshatin Brut ka përfunduar, kupëzimi i rrugës në fshatin Restelic ka përfunduar. Tash do t'i përmendi përfituesit e subvencioneve gjatë vitit 2026. Klubi Kuaj Vokoja 14.000 euro, ku në katër për kësaj edhe është më bërë dhe manifestimi i do të garës e piljet varave. 7.000 euro për garën e vrapimit të Kuajve dhe 7.000 euro për garët e piljet varave. Shkolla e futbollit FC Dragash 6.000 euro, shkolla e futbollit Aroma 6.000 euro, klubi i futbollit Opoja 30.000 euro, klubi Sport Shalli 5.000 euro, klubi Sitaris Argjena 2.500 euro, klubi motoristave Enduroshari 7.500 euro, klubi qiklizmit Opoja 1.500 euro, klubi i basketbollit Shalli 1.000 euro, klubi i Shahut Opoja 3.500 euro, Gjistek 7.700 euro. OJC Kroj Macës 3.500 euro, Shekau Bresana 11.000 euro, Gjistek 4.500 euro. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimarrje. Gjatë periudhës raportuese për gjysmën e vitit 2026, Komuna Dragash ka zhvilluar aktivitete të rregullat e konsultimeve publike, përfshi konsultime publike dhe dëgjime kushitore në përputhje me kornizën ligjore fuqi. Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 2 dëgjime buxhetore për draftin e kornizën apo mesën buxhetore 2027-2029. Gjithashtu janë bajta 2 konsultime publike lidhur me draftet e dokumenteve të rëndësishme në politikave lokale, si strategjia për komunikim dhe marrëdhënie me publikun dhe rregullorja për menaxhimin e mbretërisë. Këto takime Komuna Dragashit ka synuar pjesëmarrjen sa më të gjatë të qytetarëve të saj. Çështja e dokumenteve publike. Transparenca dhe llogaridhënia janë vetëm një ndërshtylla kryesore të qeverisë së lokale. Në kuadër të saj, Komuna ka trajtuar me prioritet të veçantë zbatimin e legjislacionit në fuqi për çështjen e dokumenteve zyrtare. Po e përmendi, do thotë, lidhur me kërkesat për çështjen e dokumenteve publike. Numri total i kërkesave gjatë janit qershor 2026 27. Kërkesat të aprovuara 27, kërkesat të aprovuara pensisht 0, kërkesat e refuzuara 0. Do thotë të gjitha kërkesat që janë bërë janë miratuar. Profili i aplikuesve dhe dokumentat të kërkuara. Mediume kanë kërkuar 2, OIC 2, individ 23. Numri i kërkesave, shpenzimi paras publike ka qenë 0, dokumenta administrative kërkesat kanë qenë për 3, 3 kërkesa kanë qenë për statistika dhe 23 kërkesa dokumente lidhur me marrëdhënien e punësimit. Sektori
ligjore. Zyra ligjore në kodër të ushtimit të përgjithësive dhe autorizimet e saj, si dhe funksionimin e zbatimit të ligjeve dhe akteve në ligjore në periorin janor qershor është angazhuar në ofrimin e ndihmës juridike, shërbimeve dhe këshillave ligjore, si dhe harmonizimin, plotësimin, ndryshimin dhe hartimin e akteve në ligjore të propozuara nga kryetari i komunës, kuvendi komunal, drejtoritë komunale të komunës Dragash. Në gjatë periudhës janor qershor 2020, në kesimtor është bërë dhe bërë këto vendime. Përshkruj në vijim po i paraqes aktet e hartuara nga sektori ligjor. Për shkrimi i lëndëve, mjetet e lejuara nga subvencionet e zyrës së kryetarit, vendime për mjete për botim libri janë 3, vendime për mjete për OEC janë 5, vendime për mjete për familjet e dëshmorëve 3, vendime për mjete për familjet e veteranëve të QGS 3, vendime për mjete për personat me nevoja të veçanta 8. Mjetet e lejuara nga pozicionet tjera, vendime për mjete për dreka zyrtare 15, vendime për sigurimin e mjeteve për kapela mbushje telefonike 1, vendime për lejimin e mjeteve për media 15, vendime për lejimin e mjeteve për derivate 8, vendime për pagesën e krojit publik 1. Autorizatë kontrata për punë 1, aneks kontrata 1, joftime 2, joftime për diskutim publik 2, joftime për takime publike 1, kalendari dëgjime publike 1, kranet punës 8, raportet punës 7, raportet gjatë ujore të auditimit 1, raport vjetore auditimit 1, dërgimi i lëndëve të vërshimeve në mapëllaj 2, letër konfirmim referencë për mbështetje 2, konfirmime 2. Raportim për performansë, për grupin e performansës 1, planifikim buxhetor për vitin 2006. Kërkesa dhe kryetarit e komunës drejtuar ministrive dhe organizatave tjera. Kërkesa për zgjerimin dhe akreditimin e atariste për forit turk 1. Kërkesë për hapjen e rrugës në hyrje të fshatit Kukajan 1. Kërkesë për hapjen e rrugës në vendin e quajtur Briza në fshatin Kapre 1. Dërgimi i lëndëve të vërshimeve në mapën e 1. Dërgimi i lëndëve të vërshimeve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Agjencisë të Menaxhimit të Emergjencave 1. Letër referencë për ECEP Avoko 1. Aneks ankesë lidhur me vlerësimin e gabuar të treguesve të performancës komunale të komunës së Dragashit 1. Për komisionin e ankesave të performancës komunale. Kërkesë për lejimin e kalimit kuvitar drejtuar bashkisë të Kukësit 1. Kërkesat e ndryshme. Kërkesë MAPL-s dhe drejtorisë së thesarit listenor, formular për barazim mujor nga Ministria e Financave 8, joftime 1, pyetësori vlerësimit nga Ministria e Financave 1, raport vjetor i progresit fizik e financiar 4, kërkesat për rekruttim kursimit 12, gjithsesi 55. Vendime dhe zyrës e përpunimit, numri i lëndëve, vendim për caktimin e menaxherëve të kontratës 10, vendim për caktimin e ekipit për menaxhimin e kontratave dhe mbikëqyrësit i interpretimit i menaxhimit të kontratave 17, vendim për themelimin e komisioneve për pranimin teknik 16, vendim për shpalljen e tenderave 25, vendim për formimin e komisionit për zhvillimin e procedurave për punime shtesë 5, ankon publik 1, vendime për vlerësimin e kontratave 2. Përmbyllje. 6 mujori i parë i këtij viti është karakterizuar nga një angazhim i vazhdueshëm i realizimit të objektivave strategjike të komunës dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe forcimin e qeverisë së mirë. Përmes planifikimit të kujdesshëm, menaxhimit të përgjithshëm, financiar dhe koordinimit interinstitucional është arritur progresi i dukshëm në disa fusha kyçe të zhvillimit lokal. Përkushtimi institucional mbetet i orientuar drejt rritjes së efikasitetit, transparencës dhe llogaritdhënies sille drejt krijimit të kushte më të mira për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Ky raport shërben si bazë për planifikimin e meteve dhe avancimin e prioriteteve zhvillimore të komunës për vitin pasues. Prioritetet tona kryesore për Dragashit vazhdojnë të jenë administratë efikase e përgjithshme dhe shërbime moderne, organizim më i mirë i punës dhe efikas i plot dhe eficacitet i plot
i administratës komunale, realizimi suksesi i projekteve dhe buxhetit, realizimi i planit të hyrave të komunës, rritja e përkrahjes për përfshirjen dhe fermerët, zhvillimi i turizmit dhe ndërtimi i infrastrukturës përqendrëse, nxitjet e investimeve dhe projekteve për turizëm, trotuarë dhe shtigjet e mjetës për kamësor dhe biçiklistë, investime për drejtësi publik, rritje cilësisë dhe investime në arsim, investime në lyje sanitare dhe me reinventim të shkollave, busa për student, hartimi i planit zhvillimor komunal dhe hartimi i hatave zonale, terene të reja sportive dhe përkrahje e sportit, aktivitetet të ndihmura me të rinjët, krijimi i kushteve të pranishme për investime të drejtpërdita për të mirën e qytetarëve përmes krijimit të vendeve të përrejshme të punët, si dhe zhvillimit ekonomik, bashkëpunim me komunitetin fetar, shoqëritë civile, OEQ, ndërkombëtare, vendore dhe partnerë të tjerë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit për durimin tuaj. Poput ovdje su bili. Na smrtni slučaj plaći se na Drenska brata. Drenska brata su sakranila, oni mi grade. Utre sestra, džanaze su imala vo. Nešto mi grade plac pa je ziti rajno. I senati. Ne znam da vi se zamolim da mi pomognete. Ako neka oja šučina i ja šučina, više da se izdržava. Brat bi umre i smeje mjesto i kraju. Evo go, neka reče nije tako. Da oja sestri nego mjesto na smrtni slučaj kraju. I ne lucuje, i kreme. Ja grela tala, paziti. Posle ovog sastanka dođe kod mene u Grcavliju. Paziti, trajmi paziti ređe. To tačkada i kuće i sve živo. U Briselu policija podržava, znači nema ovdje ništa da je. Te greo tala. Mjesto na smrtni slučaj. Rade dolu, Bijana sam go videla lično sa oči, Bijana lično sa oči, da zatne nama što nema zakonskih pravo. A možeš idem se? Samo ti ja se zaktivujem da ne bi bilo kao oja ti počinješ što napred i ja da napred, više da se izdržava. Ne možem da svijem kuća plazom i krade privatne. Ja sam rekla zadržala da kad zemlje ne mije, ali da mi zemlje seleni, da moje mjesto da mi gradi, ti je greo tala. Ti je, mogu da kažem. Jer ovdje je podržava je opština što rade gdje udaraje pečat. Ti je greo tala. Preknismarsve a Martianën, nëse doni, nëse keni ndonjë pyetje, nëse në sugjerim, vërejtje, kur doni dini fortore, merr me fjalën në Zot. Predstavi se. Projekat i uvođen go za Loku. Pre 2 godine i ne se završi ništa svake cijeli. Ima je kuće do čega napravljene. 15 do čega ima, a još ne sedne koliko će se napraviti. Projekat pre 2 godine je uvođen ulica da se napravi prema Loku. I ništa mi je napravljeno. Kockovanje? A? Kockovanje? Kockovanje ili šta? A, kockovanje put Loku se vika nešto. Pre 2 godine je projekat uvođen, a ništa ne tu različno. Loku V. Pre 2 godine je projekat uvođen. Ja lani što sam bih ovdje i ništa ne se završi. Tija mi interesuje jer tamo uloži ga nekuće pre 2 godine su napravili. I lani isto ovdje to si. Ali može da se završi to je putem ne. Jer da ne bi projekat uvažen, ne mora ni da se radi. Jer kad se para... Da ne bi... Ne. Telefon da nije tvoj. Nema me telefon. Faleminderit. Atëherë do ta kthej në Gjon Shqipëve vetëm mbaj për këtë.
Stave predo. Dhe ndërrum kryetar, të ndërrum pranishëm, dashur qytetarë që në ndërrum në këto momente, dhe ata që të përsjallën më vonë. Sa përket punëve suaj i nderuar, nga viti kaluar ka qenë një projekt sa përket kuzimit të rrugëve në fshatin e Selicës. Ai projekt ka qenë deri në gjysmën e parë të këtij viti. Mirë po sasitë janë harxhuar vitin e kaluar. Këtë vit ka mbetur një pjesë e vogël. Po, gjithashtu, pjesa tjetër e mbetur e rrugëve që janë pa përfunduar e që ka shumë fshatin e Selicës, janë në projektin e ri, i cili është duke përgatitur nga zyra e propolimit dhe urbanizmit, dhe shumë shpejt fillojnë procedurat sa përket të gjitha rrugëve që janë sidomos në pjesën e zgjeruar, edhe tek lagja juaj Bokov, po edhe pjesa tjetër që është nga lagja e re që është tash në Selicë. Kështu që nuk ka nevojë për asnjë shqetësim, gjithë ky projekti i kupsimit do të përfundohet në mënyrë më të mirë. Duhet pak durim, meqense se po kemi terashe edhe sa përket kompanive që ofertojnë fshatin e Selicës, sepse ka vështirësi dërgimit materialit deri në pjesët më të sipër. Por në tërësimi projekti i kupsimit do të përfundohet. Faleminderit. Pjesën më të madhe të përgjigjes e vllajën kryetari, janë të parapohur edhe 200.000 euro për rregullimin e infrastrukturës në fshatin e Selicës. Sigurisht që projektet që kanë mjet pa përfunduar do të përfundojnë me këto mjete që kemi parapohur nga si kuvert komunal. A ka dikush tjetër që don me marrë fjalën, me bëndë një pyetje, vërejtje, sugjerim, kërkesë? Izvolite. Selam alaikum, ja sam Alija Čufta iz sela Restrice, poštovani predsjednici i poštovana predstavnici dva potpredsjednika. Ja bih samo kratko rekao da imam jedan problem što se svakodnevno prolazi Restrica, Kruševo, Zripotov, Dragaš. Ima jedna krivina, godinama se ta ulica stoji, krivina stoji i uopšte se ne realizuje, ne popravlja se, dok dođe ta nesreća, onda će se poslije toga srediti to. Ja bih hitro rekao da se ta krivina napravi što brže, između Kruševa i Globočice. Svakodnevno se prolazi, ljudi prolaze i ta krivina je loša, mnogo loša, ja bih mogao da što brže da počne da se radi ta krivina. Jer narod prolazi svakodnevno i toliko od mene. Hvala. Faleminderit për pyetjen. Sa i përket kërkesës që e bën, është një kërkesë shumë rastishme, sepse aty ka pas çdo herë edhe do të ndeshë komunikacioni. Kjo pjesë e rrugës është pjesë, nuk është kompetencë të komunës, por kompetencë të Ministrisë së Infrastrukturës. Me sa kemi na informata, Ministria e Infrastrukturës ka qenë në Vëngjarës, e ka bon matjet dhe është duke përgatit projektin, besoj që këtë vit ata do të fillojnë të rregullojnë atë pjesë që është shumë problematike, po është një gjë që mund të them se Ministria e Infrastrukturës për çdo vjet ndan mjete gati ka 2 milionë euro për rrugën Dragash-Selicë. Dhe ato mjete çdo herë i çon suficit. I ndan mjetet nuk i realizon projektet fare, nuk i qetë këndera, vitin ashën pat i bën gjatë. Inshallah këtë vit, mjetët që i ka prapa për me rehabilitu këtë rrugë, nuk i qënë suficit, po i realizon përmes projekteve që të prapa. A do në dikush tjetër me marrë fjallën?
Nëse jo, ju I shoh edhe e shikon edhe dynën kryetarët, I shoh edhe disa drejtorë, nëse në këtë raportin që kemi paraqit punët 6 mujore, kemi bën ndonjë lëshim, nuk kemi përmend ndonjë investim, nuk kemi përmend ndonjë projekt. Ju kisha lut me shkrim t'ja çuni Faris, mirë që ta inkorporojmë edhe ato aktivitete në këtë kamën e punës jashtë mujore. Sigurisht në drejtorinë e arsimit kam jaru diçka. Është një donacion që e ka marrë shkolla fillore këtu në Dragamash, në Vjeruzë. Pastaj sigurisht ka edhe nga ministri tjerë, nga drejtori tjera. Po megjithatë, edhe pse nuk I kemi përmendur notën 5% të aktivitetet e kemi përmendur, aktivitetet tjera të cilat nuk kemi përmendur, projektet çonja me shkrim Faris, që nuk ka qëtër të shofë të kësë atër, edhe një herë, ju falenderoj për besfarën tuaj në takimin e pa publik, shifemi në takimet tjera.